nëse analizojmë kapacitetin maksimal të këtij impionti që është 20.000 tonë vjet, i bie që nëse punon impionti me kapacitet plot, Ministria e Bujqësisë duhet ndaj 3.2 milion euro në vit për këtë fabrikë, dhe në këtë rast në gjithë kontratën apo deri në përfundim të kontratës 20 vjeçare gjatë 4 milion. Këto mjete do të varfërojnë buxhetin i cili është për subvencionimin e fermerëve tanë. Për më tutje, ku është konsumimi i veprës penale? Është se është të i kalu afati kohor për autoritetin që ka të drejtë ta bëj këtë kontratë. Qeveria ka drejtë deri në 15 vite të bëj kontratën. Kontrata është 20 vjeçare. Kontratat një ditë më shumë se 15 vite duhet kalojnë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në këtë rast kemi, domethënë, konsumirë veprës penale. Ky skandal në Ministrinë e Bujqësisë dhe lajthitja që është bërë dhe kryeministrit, i cili me një vendim pas përfundimit të gjitha procedurave për ta mbuluar këto dhe i referuar në ligjin për pylltari, i cili në këtë rast e arsyeton, në hapin një kuptim se me këtë kontratë, sikur me shumë kontrata, po dëmtohet buxheti i Republikës Kosovës, po eliminohet transparenca dhe mbi gjitha po kapen institucionet vetëm për përfitime personale, klanore dhe të afërt me subjektin politik të partisë që është qeveria në ikje.